Ministria e Arsimit e Shqipërisë dhe Qeveria franceze kanë nënshkruar një marrëveshje të re bashkëpunimi që synon forcimin e seksioneve dëgjuese shqip-frëngjisht në shkollat në Shqipëri. Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro, gjatë një takimi me mësuesit e frëngjishtes në arsimin parauniversitar, e shoqëruar nga ambasadorja e Francës në Shqipëri, Catherine Suard, u shpreh se Liceu Francez në Korçë do të hap dyert në shtator 2027, duke qenë një mundësi për të gjithë nxënësit shqiptar, por edhe të huaj të cilët duan të ndjekin këtë shkollë me orientim shkencor. I përgatisim për liceun franko-shqiptar, si pas synimit që kemi që të hapim dyert në shtator të 2027-ës, mbasi të kemi përgatitur ligjin, të kemi përgatitur buxhetin, të kemi mbyllur programet që në masën 95% janë tashmë të miratuara midis dy qeverive dhe nga Agjencia Jone e Kurikulave, ASKAPI, të jemi gati edhe me ndërtesën e re dhe me të gjitha kushtet e reja të liceut francez, franko-shqiptar, por na pëlqen kur themi liceu francez, me fjetoren, me mensën, me klasat moderne, me laboratorët, sepse do të jetë një lice me orientim shkencor, një gjimnaz me orientim shkencor, që do mësohen lëndët në frëngjisht me pedagog francez dhe në shqip me pedagog shqiptar, sidomos për disa lëndë me karakter kombëtar. Do të jetë patjetër një shkollë ekselence publike për gjithë fëmijët shqiptar, por do të jetë e hapur padyshim dhe për nxënës të cilët vinë dhe duan të bëjnë një lice francez nga rajoni apo nga vende tjera të Europës. Ambasadorja Catherine Suard nga ana tjetër u shpreh se Liceu Franko-Shqiptar do të sjellë të rinj frankofon, të cilët do të jenë uralitëse mes dy vendeve. Më pas, mes ministres dhe ambasadores u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit mbi shkollat dëgjuese në 5 qytete, siç janë Raqi Qirinxhi, Gjergj Kastrioti, Luiq Gurakuqi, Oso Kuka dhe Asim Vokshi. Në këto shkolla kurikula zhvillohet deri në 50% në gjuhën frënge, duke u dhënë nxënësve edhe certifikimin ndërkombëtar të frëngjishtes përmes provimit DELF, si kundër mbështeten edhe 20 shkolla nëntëvjeçare për këtë sistem dëgjuhësh.